Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar programin për pronat, edhe pse ai ishte arkitekti i asaj që po ndodh sot me pronat. Berisha bëri mea culpa për ligjin 7501, teksa premtoi zgjidhje, por një ish pronar i pranishëm në takim e bëri Berishën për ujë të ftohtë. Ne nuk do të jemi karroce qeverive. Ju doni show, të thoni bëm me ish pronarë takim dhe ram dakord. Na nisni programin. Ta shohim edhe të mbajmë edhe ne qëndrimin ton, jo kështu. Ne kemi kaq shumë vrejtje se me pronat PD, se unë jam veti PD-s, sa herë ka nevojë na thret, kur merr pushtetin na harron, se ke qenë 12 vjet në pushtet. Është realizuar gjë nga ajo që unë kam kërkuar të ndryshohet në ligjin 7501? Ne kemi bërë debat për një fjalë në ligj, për atë kemi bërë grev, ndryshoje tani. Edhe gjithë quhen ish pronar, ne jemi pronar zotri, jo ish pronar, sepse ligji 7501 është antikombëtar. Është tradhtar mbi të gjitha, dëgjohet të thot një zë tjetër në sallë. Ta mbaroj zoti Berisha se edhe unë jam mosha juaj dhe kam 34 vite që po duroj, nga inati nuk po vdes. Kur do bëhet, kur të merret pushteti e të harroni, siç u harrua në 92-shin e 96-ën, apo 2005-ën, 2013-ën, siç do harrohet po u mor pushteti. Jo, duhet kapur nga themeli. Është tradhtia më e madhe termi pronësi, jo përdorim, thot ai.